Për të siguruar votat e nevojshme për qeverinë e re, kryeministri Albin Kurti duket do të ketë shumë punë për të bindur të gjithë deputetët e komuniteteve jo shumicë. Pothuajse gjysma e këtyre 10 deputetëve kanë kërkesa të veçanta për Kurtin. Në të kundërtën nuk ja kanë premtuar votën. Deputeti i Partisë Liberale Egjiptiane Vetëm Berisha thotë se ende nuk kanë një koalicion me Lëvizjen Vetëvendosje. Jo, s'ka marrëveshje. Ne kemi kolegë se cilë vitë. Për dallim prej krejt tjerëve nuk kemi asnjë problem askën. Problemi vetëm është mos respekt, kushdo që s'na respekton, s'do të respektohet. Edhe ata që na respektojnë, i respektojnë. Absolutisht asnjë pengesë, asnjë vit kuqe, me askën se kemi. Ndryshe nga Berisha, Kurti ja ka përmbushur një kërkesë ministrit në detyrën e Nadrashić. Kryetari i Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbjetesë thotë se komuniteti serb do të jetë i përfaqësuar në qeverinë e re. Kam pas të kemi që është normali besoj që ministri të takohet me kryeministrin dhe kemi biseduar normalisht për sot, sikur që kam thënë më herët, unë do të votoj sepse konsideroj që një përfaqësim më adekuat në këtë moment është që partia më e madhe shqiptare në Kosovë që mundet me përfaqësh qoftë në aspektin të kuvendit, por ashtu në aspektin e qeveritar. E zëvendës kryeministrja në detyrë Emilia Rexhepi ka konfirmuar se do të mbështesë votimin e qeverisë e cila sipas saj do të drejtohet nga Albin Kurti, pavarësisht se nuk ka marrë ndonjë ofertë për të qenë ministër edhe një mandat. Ma e një pjesë e qeverisë, veç unë se ko marrë atë ofertën me qenë ministresha, kthejmë në parlament, ama jemi pjesë e qeverisë. Dikush prej boshtakëve duhet me qenë, unë s'jam kundër këto e vendos kryeministrit. Ndërkaq, gjatë ditës është raportuar se Duda Bale ja ka kërkuar një ministri kryeministrit në detyrë Kurti për të bërë pjesë e koalicionit. E një ditë para seancës konstituive, Elbert Krasniqi, kryetari i partisë IRDK, ka deklaruar se janë 7 deputet që do ta votojnë qeverinë Kurti 3.